ama duhet mu lon një jetim, mu kujtu vetëm në ditën e Bajramit. Pa ta qesim dorën zemër, nështë në momentin që në ngjet me leku i vdekjes, për gisht kamës me ta marrë shpirtin, ka me të shku pak mendja tek e vladi jo të qysh pelen edhe tek pelen. A ka kush që do të kujdeset për ta? A pshe që për dynja u dërmum o gjemat, nështë ta dalim pension të smut e sakata prej punës, vetëm me jabo e vladit kushtet më mirë. Që na kushton me shku njëherë me marrë një familje që ka jetima, nëse ke bo njetë me qu djalin lodra, me lu gjysëm ore, me thosh shkoj tja trokasa dhe një derë, jo për Bajram, për qef, që kërkoj jetimit ma jep dorën, edhe të thëmë hajde knaqo edhe ti në këto lodra sot. A e dini që historia islame në ka mësu se një gruje në falë me katët edhe shbon gjenetlike, vetëm se qenit i ka dhonë uj me pi. Në siklet madhe i shkojshin jargat në zëtësie madhe, edhe ajo hek pucën edhe ja jep uj qenit. Edhe qaja ty bohë që ka këtore fitën gjenetin, e na me jetima, a dum me pështu nesër para Zotit, a dum natën e vorrit me pas drit, a dum pyqeve të vorrit me ju gjetë gjevap me kolajlëk. Po të punojmë pra, ta knaqim Zotin, pasha Allahin që 16 vjetë o gjemat bre, kur ta qetë kryt një astak edhe me nëne e o Allah. Nështë shpesh herë i thëmë Zotit tem, unë si Halil, minimi e 600 qelë sa shpive të reja që kjo dori ka dhonë. Nështë forma dhe mënyra falendrimin ndaj te o Zot, nuk është ta mamë që shti e meriton, mësëm që t'jem ma falendrusa dhe ma mirë njës, në qatë metodë dhe mënyrë që ti ki dëshirë. Me të bo Zotit se bep ti, me buzqesh jetimi. Wallahi halin e dertin e sikletin, e dergjën e smujen, ka me të largu Zoti. Pasha Zotin 16 vjetë aktivitet, ma 17 vjetëve pa pas fmi, me një sadak të jetimi, Allah e ka gëzu me fmi o gjemat. Ka shku njeri me terapi të i marë metastaza, kancer, sadaka e ka shëru, edhe thot Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, shërani cmut e juj me sadaka. Apo dënë punë të familjen tonë me i pas mirë, bënja punë të familjen e tjetrit mirë. Edhe fundit,